Faleminderit, zoti Erald Kapri. Faleminderit, zoti kryetar. Edi Rama nuk ka qenë kryeministri vetëm në Beograd, ka qenë dhe Enver Hoxha, kryeministri në Beograd. Dhe ashtu si Edi Rama, edhe Enver Hoxha hapi kufit me ish Jugoslavin, bën Ballkan të hapur, bën madje edhe një si monedhe, dhe ashtu dhe si Edi Rama, edhe Enver Hoxha heshte për Kosovën, pavarësisht se çfarë ndodhte atje, sepse Edi Rama ka pasur guximin të thotë qeveriu i Kosovës është tokë e askujt. Edi Rama ka paraqitur dhe plan alternativ për veriun, që se ka bërë të njohur më pastaj, dhe kryeministri i Kosovës Haradinaj ka thënë publikisht që Edi Rama më ka kërkuar të pranojmë ndarjen e Kosovës. Prandaj sa për porrallat e çështjes kombëtare ka fakte dhe tregojnë krejt të kundërtën. Ballkani i hapur nuk ishte asgjë më shumë, asgjë më pak se sa projekti i Enver Hoxhës për njësimin e Shqipërisë me ish Jugosllavin. Ndaj ku e gjen guximin ish ministrja serbe që edhe pas 25 vitesh të fyej rënd shqiptarët e Kosovës mos jofin genocidin atje. Sepse e din që ka një aleat në Tiranë, që hesht. Kjo është. Kërkojnë ta mbushin mendjen tani edhe me porralla kombëtare. Së dyti, zoti kryetar, duhet kuptoni që për disa seancash ky parlament po mblidhet në kushtet e një rrethimi. Qindra forca policie, makina të binduara e kanë rrethuar parlamentin. A thua se jemi në gjendje lufte apo është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. U ka ngelur tani të nxirrni vetëm ushtrinë, s'u ka ngelur gjë tjetër. Si ka mundësi të mohoni për 46 ditësh ajo që po ndodh në bulevard? Atje është legitimiteti. Dhe ky parlament e ka humbur tërësisht. Madje, dje u bëje e njohur dhe një fakt tjetër. Shfuqizimi i ligjit 21-24 që e bën me porosi me 10 deputet është kusht i panegocueshëm i Bashkimit Evropian për t'u hequr. Edi Rama deklaroi në krah të Martakosës që është ligji më i mirë që kemi pasur ndonjëherë dhe s'kemi ndërmend ta heqim. Pra qartësisht në krye të qeverisë nuk kemi vetëm një kryeministër antikombëtar i cili flirton me Vučićin sikur e ka shok bange, por kemi të bëjmë dhe një kryeministër që ka dalë kundër dhe hapur procesit të integrimit. Ai shesh po integron Shqipërinë dhe jo kjo qeveri që është bërë pengesë për shkak të interesave të errta të Edi Ramës. Dhe sa për frymëzimin, një protestë e madhe po ndodh në Hungari, po shohen për të ruajtur dhe atje zonat e mbrojtura me parullën Portugal is not for sale, sepse rinia shqiptare. Fundoni, ju lutem. Po thoja zoti kryetar që rinia shqiptare po frymëzon mbar botën dhe protesta e tyre po shikohet me një këshit të madhe dhe po mbështetet nga gjithë bota e civilizuar, ndryshe nga autokrati i fundit i Evropës do ketë fundin e të gjithëve njësoj si të tjerëve. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Bido, zoti Ardit Bido, procedurë. Më vjen keq shumë që në këtë sallë të nderuar të kuvendit ne dëgjojmë populizmin i cili në fakt na vjen nga thirrjet revolucionare që kanë prodhuar vetëm gjak në histori. Populizëm ekstrem, i cili tenton që të shbëjë dhe historinë. Enver Hoxha, kur shkoi në Beograd, në fakt nuk foli për Kosovën. Enver Hoxha, kur shkoi në Beograd, në fakt diskutoi atë që ishte plan i kohës për Jugosllavinë e madhe, për Federatën Ballkanike që do përfshinte Bullgarinë dhe Shqipërinë. Ndërkohë që sot Shqipëria, një republikë e pavarur, ka kërkuar përmes kryeministrit Edi Rama në Beograd që Kosova, një republikë e pavarur, të njihet si realitet. Populizmi përkundrejt fakteve, sepse dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufita antikombëtares, të na fliste për Kosovën duke reaguar me orë të tëra vones, pasi kishin reaguar jo vetëm Ministria e Jashtme, po edhe shumica e grupit parlamentar të mazhorancës.
Po kur vjen momenti për ta kthyer në fakt, ata mungojnë. Sepse spastrimi etnik është i papranueshëm në çdo rast. E në rastin që ndaj kombit tënd, në çdo hapësirë gjeografike të kombit tënd. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri, që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla munguan në këtë sallë të nderuar, ku ishin përfaqësues me shumicë të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës zyrtare. Ata zgjodhën që në ditën që dënohet genocidi e në ditën që dënohet spastrimi etnik, të fshihen si struci dhe të zhduken. Kjo ka të bëjë në fakt me gjithë rrymën politike që ne shohim. Sepse në fund të ditës është vetë fisi i një kolegut ton të panderuar këtu, që masivisht votonte për Fredi Belerin në zgjedhjet lokale në Himar, sepse Himara duhet të konsiderohej si një hapësirë e vorje pirotizmit, dhe më vonë, kur erdhi çasti për zgjedhjet përgjithshme, padyshim që votoi për një parti e cila me gjasme është kundër spastrimit etnik dhe genocidit. Fjala përkundrejt veprës. Ne si shumicë kemi zgjedhur edhe veprën, edhe fjalën. Këta, partizat e populizmit antishqiptar, kanë zgjedhur vetëm fjalën kur u intereson. Përfundoni, ju lutem. Dhe me vepër kanë treguar sa herë që ju ka ardhur rasti në dorë se janë thjesht antishqiptar. Zoti Kapri, replik. Deklarata që mbahen në këtë parlament janë në kufitet pabesueshmes, zoti kryetar, dhe deputeti parafolës ka thyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhëhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetët e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët të votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi, edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinë shqiptarë se paguan apo sillen vërdall nga Fredi Beleri. Së dyti, zoti kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, po me thënë drejtën, kur s'kam parë nga zoti Ruçi për shembull, apo dhe nga pararësi i tij, zoti Balla, që çfarë s'na ka thënë, çfarë s'na ka bërë dhe ka përjashtuar dhe nga parlamenti, që të dalet të thotë tu që Partia Socialiste do dali dhe do të shtypë. Unë nuk e kuptoj se si një deputet që pretendon të jetë në radhët e të rinjve, të flasim me një gjuhë dhune dhe në kufit e urrëties. Kjo është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptar, mbani përgjegjësi, mbani dhe gjuhën, sepse e dim se çfarë trashëgimie të dhunshme keni. Sepse është për t'u habitur që njerëz me thinja në Partinë Socialiste mbajnë gojën edhe rioshët lëshohen, a thua sikur nga kanë dalë. Faleminderit. Zoti Balla, procedurë.